zhytur në një maks të rezultates që duket sikur nuk ka fund, flamurtari presot kryesuesit e Vllaznis, kundërshtarin më pak komod për të kërkuar fitoren e parë, por edhe atë që mund të karikojë më shumë. Ju përshëndes të gjithëve, miq të RTS Sport. Do shijojmë së bashku 90 minutat e kësaj sfide e fundit për fazën e parë. Përballë janë vendi i fundit dhe vendi i parë, por në një kampionat me shumë pak diferenca, gjithçka mund të ndodhë dhe sigurisht edhe në këtë ndeshje flamurtari mund të bëjë surprizën. Skuadra e flamurtarit vjen me këtë formacion me Aleksovski në port, treshja e mbrojtjes skuadrone Kantakias dhe Marku, me sfusha me Remez dhe Trashi, nga krahët Murataj, Nunez dhe Diavara në qendër, Bolzan dhe Maksuti, dyshja e sulmit. Ndërkohë në krahun tjetër skuadra e Vllaznis vjen me Pols në port, treshja e mbrojtjes Gurishta, Gjini dhe Pusi, në mesfush Kastrati dhe Jago nga krahët, me Krymin dhe Salën qendër që nuk ndryshojnë, me Kallakun dhe Malen që mbështesin Bekim Balen. Florian Lata, gjyqtari kryesor i kësaj sfide, asistenti i tij Mario Shazivari dhe Delin Kasa, gjyqtari katër Klodian Shahini, ndërsa në sistemin VAR do të jetë Eugene Xhaja, i asistuar nga Daniel Vrapi. Vllaznia që vjen pas një fitore e 3-1 ndaj Tiranës, ku shpalosi edhe një herë gjithë potencialin e saj, ku edhe pse lueti për shumë minuta me një lojtar më pak, nuk u barezua, por përkundrazi e thelloi avantazhin në 3-1, bëjnë omazhin të dyja skuadrat tek një i ri i qytetit të Vlorës që u nda nga jeta ditën e djeshme. Kjo javë që është e fundit e kësaj faze të parë, do të vijoj dhe me dy sfidat e orës 19:30, të dyja shumë interesante, Tirana Elbasani dhe në Elbasan Arena, derbi mes Dinamos dhe Partizanit. Ndërsa nisi dje me fitoren e Ignatias, minimale 1-0 ndaj Teutës dhe Bylisi që fitoi 2-1 ndaj skuadrës Vorës, duke bërë edhe më intrigues fundin e klasifikimit dhe duke vështirësuar edhe më shumë rrugtimin e flamurtarit njëkohësisht, pasi tashmë e sheh veten me 4 pikë larg Tiranës, 6 pikë larg Partizanit dhe 7 pikë larg Bylisit. Pam dhe Francesco Morieron që sigurisht ende është në kërkim të pikëve të para, e ka nisur me 2 humbje ndaj Partizanit këtu dhe atë humbje ndaj Teutës në plan parë, dhe Edi Martini që ka një bilans 3 fitore, 3 barezime dhe 1 humbje në ndeshjet e tij si trajner ndaj skuadrës flamurtarit. Është vetëm një duel mes dy teknikëve në sezonin e kaluar në fazën e dytë, Teuta Laçi që mbyllej në barezim 1-1 në Nikodovana. Gjithçka gati për nisur, një duel që i mungon Abis dhe Superiores për gati 5 vitesh, që prej vitit pandemisë tashmë nis me topin e parë që e luajnë vëndësit ka me një faull me sfush Balaj tek Gurishta. E kërësim që është i ullët, largohet edhe njërë Erdenis Gurishta. Top që i largohet pas një seri e gabimesh radhazi në pasime thjeshta këtu Ramires, që përvon nisë Bolzan në pozicioni i dyshim të vijon aksioni. Finte e Bolzan, më pas rotullohet për vend gjej pak kapësirë për të goditur, bllokohet, tashmë ngrihet flamuri i gjyqtarit ansor. Duke në fakt i dyshim të pozicioni në start. Prej sezonit 2009-2010 në 42 përballje janë 18 fitore të Vllaznis, 14 fitore të flamurtarit dhe 10 sfida që janë mbyllur në barazim. Kastrati, Diavara që ndërrym për një moment, më pas ka një faull ndaj Diavaras. Kjo është tjetër risi informacion e Morieros.
Diavara që me Carlos Garcian nuk është se u preferua fare. Kujtojmë që ishte një nga titullarët absolut Diavara sezonin e kaluar në ngjitjen e flamurtarit në elitën e futbollit shqiptar. Top që kthehet shumë prapa deri tek Alex Kovski. Mbet shumë shpejt topin flamurtari. Pols. Këtë top drejt sulmit me kokë skuadrone. Dalin mirë me këto pasime në zonën ngushtë të futbollistët e Vllaznisë. Gurishta. Kastrati që pretendon për një faull nuk është i atij mendimi. Gjyqtari më pas Gjini bën më të sigurtën duke i larguar në rrjedhën janësore. Bolzan. 1-1 me Gurishtën. Vjen harkimi drejt zonës, qetësisht me këtë top që e ul drejt portierit Pols Andrej Jago, një nga protagonistët absolut të këtij sezoni tek skuadra e Vllaznisë, realizoi dhe një super gol ndaj Tiranës pak ditë më parë. Tashmë ai top që del jashtë vijës anësore. Tjetër top përpara, shumë i fortë, i gabuar. Gjini. Gurishta. Sala e zhvendos në të majt. Nuk ka faul, jo në avantazh i gjyqtari Lata. Gurishta. Vjen në herkimi drejt zonës me Balajn që nuk e fiton dot atë duel ajror, më pas se top që largohet. Tashmë ndalet loja. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Nuk i duket se ka diçka serioze. Edhe me një banderol tifozeria ultras e flamurtarit ku shkruhet fanella jon më e rëndë se krenaria juaj. Ky është mesazhi i tyre, sigurisht nuk e kishin menduar një start sezoni të tillë tek flamurtari. Janë vetëm 2 barëzime. 5 humbje radhazi, edhe ndrimi i trajnerit nuk duket se ka dhënë ende efekt. Me kokë Kantakias. Maksuti. Se duket i dyshim pozicioni i Bolzan, ngrihet flamuri i anësorit. Nuk ka falë ndaj Gurishtës,
Provon të rikuperoj Flamurtari, Maksuti këtu, dueli me Gurishtën tek topi, thot gjyqtari Florian Lata e Sat Malja. Në vështirësi nuk arrin do të gjejë bekim balajn. Nunez e kthen prapa tek skuadrone. Ky top përpara. Shkëputja e mirë e Ramirez më pas pasimit drejt qendrës me Gurishtën që ndërlikon gjithçka. Maksuti e kthen pas, më pas kontakti me Trashin që kërkon penallti e gjithë pankina e Flamurtarit që është gati të hynë fush me Trashin që qëndron ende i shtrirë në zonë. Diavara vjen krosimi drejt zonës, Del Pols që e kontrollon. Dhe tashmë topi që nxirret jashtë, gjyqtari që shkon tek Trashi dhe sigurisht gjithë ju miq nga përsëritja do të krijoni identity way për këtë rast. Sigurisht episode që do të diskutohen edhe me specialistin e Movioles Klajdi Gol janë super gol pas përfundimit të sfidave. Ka përfunduar e kontrol në sistemin VAR, nuk ka asgjë. Rinjes loja me Gjinin. Faul të shma. Tjetër topi i gabuar, ka shumë gabime në pasime në këto 9 minuta të para të kësaj sfide, ende Vllaznia duket diçka më e prirur për ta kontrolluar fushën, ka më shumë zotrim topi. Në rivënjë nëzore dhe shma Ramirez. Këtë rivënjë nëzore Nunez. Shumë prapa tek Herald Marko, krosimi i tij i fort me Ramirezin që provon, por nuk e kthen dot siç duhet as drejt portës dhe as për shokut e skuadrës në qendër. Herald Marku në treshën e mbrojtjes, sigurisht një eksperiment ky i Francesco Morieros. Po si kujtëm Todorovski është i dëmtuar, një nga lojtarët që është përdorur në treshën e mbrojtjes, dhe po ashtu Erik Veiga që ka plotësuar numrin e kartonave. Gurishta. Top që kthehet shumë prapa tek Gjini. Ka një faull të shmën sinjalizuar nga gjyqtari Lata. Qojmë dhe shumë që do të sjellë ky kryesim drejt zonës. Vjen i mirë, largohet me krymin, prekje e tij me kokë, kon të këmbgul skuadra e Vllaznisë në këtë aksion sulmues. Kallaku, Balaj. Edhe një herë Sharif Kallaku lëviz me elegancë në zonat ngushta. Jago vjen futja e tij drejt zonës për pas harkimi. Fillimisht provon të largojë flamurtari, por ende rreziku mbetet aty konstant. Elmando Gjini. I gjithë flamurtari mbyllur në gjysmë fushën e tij. Gurishta
Vjen harkimi më pas. Nuk zotrohet si që duhet nga sulmuesit e Vllaznis. Gjini. Topa adresi ti. Kantakjas këtu me kokë e kthen pas tek Aleksovski. Kallaku, Krymi. Ka shumë hapësira tashmë, disi është balancuar në mbrojtje flamurtari. Vjen Jago. Vjen topi drejt qendrës, më pas goditja e Kastratit, pak mbi kuadrat. Çfarë shansi, i afrohet shumë golit skuadra e Vllaznis. Lëm pas 13 minuta në stadiumin flamurtari. Ky ishte shansi i parë real i kësaj sfide. Balaj. Kallaku. Kërkon me këtë vertikalizim gjedhe njerë Jagon, por Ramirez më shpejt mbrini parë tek topi duke e kthyer pas tek Aleksovski. Kallaku. Ka një faull në sulm tashmë. Rivënja nësori përket Vllaznis këtu. Pusi. Fiton shumë metra vetë, më pas përvon gjej Kastratin grën tjetër gabon tërësisht, gjithsesi merr inkurajimin e Edi Martinit në stol për iniciativën e tij. Trashi me kokë, më pas Pusi për një moment këto kombinimet Vllaznis e humbasin topin Nunez, më pas skuadrone përvon të testoj shpejtësinë e Bolzan që markohet mirë dalje e Pols më pas Gurishta. Ka një faull ndaj Gurishtës.
Topi shumë prapa tashmë. Pusi. Në krahun tjetër, Gurishta që e ul mirë, Kastrati. Përvon ta dërgojnë zonën e Bekim Balajt. Fiton këtë faull Bekim Balaj. Qërë dhe shmësi është për zonë Vllaznia këtë goditje dënimi. Afrohen dhe shtatlartë të drejtë zonës. Nisë shkurt Mala. Kastrati. Vjen harkimi drejtë zonës. Ka një faull në sulm. Sjenizuar nga Florian Lata. Skuadrone. Topi gjatë për para, pretendon për një faull Heider Ramirez, që nuk sinjalizohet nga gjyqtari. Kastrati. Rifiton topin flamurtari. Diavara. Herald Marku. Me kok Gjini. Më pas Diavara nuk e ullë si duhet për trashin. Tu ka një faull tashmë. Ketër mundësi për Vllaznin. Afrohen nga prapavia e Gjini dhe Pusi në zonë. Ashtu Bekim Bale tjetër pikë fort në këtë goditje standarde. Vjen ai krosimi fort drejt shtyllës dytë, një devijim. Vijon ky aksion i Vllaznis në krahun tjetër. Gurishta. Andre Jago. Ramirez, një prekje që mjafton për ta dërguar tek Diavara, vjen me shpejtësi dhe Lorenz Trashi, por pasimi nuk është siç duhet. Gabon Diavara këtu e sat Mala. Gabon dhe i nxitohet Kantakias. Faul i Malës. Nuk e mbrin dot atë top, Erald Maksuti, është Gjini që tu e nxjerr në rivën janësore. Me topin duar kapiteni Lorenz Trashi që realizoi një super gol ndaj Teutës pak ditë më parë, por që sigurisht nuk mjaftoi, qoftë edhe për një pikë për skuadrën e flamurtarit. Bolzan, është shumë i lëvizshëm, e shohim në dy krahët e fushës, shumë aktiv, por ende pa rrezikuar portën e Polc. Gjini, Pusi.
Herald Marku. I kthem prapa tek portieri Alex Kovski. Skuadrone. Ky top përpara, shumë i mirë, pasimi drejt Maksutit, vjen në fintja, vjen goditja që bllokohet më pas Ramirez, vijon aksionin. Murataj, lëvizje e bukur e tij, më pas krosimi drejt zonës, që nuk mrihet, Trashi provon ta kthejë në qendër. Ja edhe pash mbrojtje e Vllaznis në këtë episod. Kastrati provon të nxitoj, por gabon. Gjithashtu të njëjtën gjë bën dhe Maksuti, rivënia ansori i përket flamurtarit. Gjini. Ka sërish faull në sulm. Vjen ky krosim drejt zonës i ulët i gabuar. Tu ka një faull tashmë të Diavaras. Tjetër mundësi për Vllaznin. Vjen arkimi drejt qendrës, nxirret nga zona, largohet nga prapavia e flamurtarit Gurishta. E kthem prapa tek Polc. Topi gabuar i tij këtu, nuk largohet siç duhet nga skuadrone që vë goxhan vështirësi. Herald Marku që në fund e largon drejt rivënies ansore. Herald Marku është një ish i kësaj sfide. Mala. Mes vështirësive lëviz shumë bukur. Pas e lë për Kastratin, vjen arkimi i Kastratit i fort drejt shtyllës dytë. Largohet me kokë nga skuadrone. Jago që rifiton më njëherë topin. Gjini, përvon nga distanca, nuk ka as forcën e duhur për të kërcenuar Alex Kovskin. Trashi. Diavara. Kantakjes prapa tek portieri Alex Kovski. Me kokë Gurishta. Kallaku për Kastratin, që gjensakt balajn, nuk ka faull të Markut, gjithçka ndodhi përpara syve të gjyqtarit Kantakjes. Alex Kovski që detyrohet të shkelmoj drejt mesit fushës. Kërcen Sala më lart se Diavara. Edhe një herë Sala, Kastrati. Futet mirë drejt qendrës, provon të shmang dhe një tjetër futbollist ja del, por më pas gabon pasim, e dorëzon vetë tek Bolzan. Ramirez që avancon, nuk shërbehet, finte e Bolzan, sheh pozicionimin e shokëve të skuadrës. E vonon shumë pasimin e humbi befasin disi të këtij aksioni. Topi që kthehet prapa tashmë. Murataj. Ka një faull tashmë
në favor të vendësve. Shkon për t'i ekzekutuar i përhershmi Lorenz Trashi. Vjen Hajarkim, topi lërguar nga Najagos. Aleksovski me kok pusi Nunez që e ull për Ramirez. Edhe njerë prapa tek portieri. Gurishta me kok drejt Lirim Kastrati të nduelin me Herald Markun, ky i fundit që legon drejt rivënjës zënësore. Maksuti i kthyer shumë prapa, ndim të mbrojtjes Diavara gjen sakt Ramirezin. Ramirez që hezitoi për të shërbyer Bolzan, provon tashmë me të pasim ku pusi është i vendosur mirë, gjithsesi vijon aksioni i flamurtarit që ndërpritet tashmë nga Sala. Është potent fizikisht, humbet ekuilibrin, rrëzohet, humbet të topin. Trashi më pas edhe i gabon Krymi. Gjini. Gurishta. Kastrati me një prekje. Përvon të lë për Salën që me trup sposton Diavaran, fiton duelin, më pas shërben për Malën. E djatha e tij që shkon jashtë. Zbritje shpejt e rrezikshme e vllaznis. Maksuti, drejt Bolzan. Edhe njerë drejt Maksutit. Nuk del më pas ai pasim drejt Bolzan. Është Gurishta që lërgon. Herald Marku. E ull për Valentino Muratajn. Trashi. Marku prapa tek Aleksovski. Murataj. Fiton këtë faul. Kantakjas drejt Lorenz Trashit. Prekja me kokë është e Gurishtës, rivënja i përket vendësve. Maksuti që nuk e zotron si që duhet. Bala në kraun tjetër provon të nisë e sat malën pak më i fortë se që duhet. E i pasim me skuadronin që ndërin sakt për një moment. Gjini. Qëta. Pusi. Kastrati. Provon me këtë pasim që nuk është si që duhet, drejt Kallakut, shumë i fort. Herald Marku shet të lirë në kraun tjetër skuadronën.
Provon këtu me topin I gjatë për shërbyer Ramirez, mbyllet mirë nga prapavia e Vllaznis. Mbet topin shumë shpejt Vllaznia. Kantakjas. Pasimi përpara drejt Maksutit, Gjini me qetësinë e duhur, ndoshta edhe me pak fat, e menaxhoi siç duhet atë situatë në duelin me Maksutin. Diavera. Trashi. Tjetër top padres. Tërzohet vetë tek portieri Polc. Nis një aksion nga e parë e Vllaznia. Elmando Gjini. Provon këtu me topin I gjatë, jo siç duhet. Marku për një moment me kokë, edhe njërës Vllaznia me Gurishtën. Në trysninë e Maksutit, Gurishta provon shty vetë përpara. Nuk ka faul sipas gjyqtarit Lata. Murataj. Në presin e kthen prapa tek portieri Skuadrone. Murataj. Provon t'ja rëmbejë të top Krymi, fiton këtë faul. Murataj. Nxiton Diavera. Për Herald Markun. Provon shty vetë përpara, pasimi për Trashin. Vjen harkimi I Trashit drejt zonës, largohet nga Pusi. Bekim Balej. Edhe për Kallakun. Lëviz bukur Sherif Kallaku, çmërkohet nga dy futbollistë më pas pasimi drejt malës, ndërhyrja decisive në fund. E Diavaras shumë e mirë. Lojë ndalur për të ardhur në ndihmë mes fushorit flamurtarit. Por ishte një lëvizje shumë e bukur ajo e Kallakut, la pas dy kundërshtar dhe provoi me vertikalizimin shumë inteligjent drejt malës. Vjen tjetë lojë ndalur pas këtij dëmtimi të Diavaras. Kemi lënë pas 35 minuta lojë, 0-0 mes Flamurtarit dhe Vllaznisë. Flamurtari që këtë sezon kishte shënuar në total 7 gola. Semi Burart është goleshënuesi më I mirë me 3 gola, që nuk është preferuar, nuk ka marrë shumë minutazh me tekniku Moriero, ishte titullar me Garcian. Maksuti ka shënuar 2 gola, nga një gol Bolzan dhe Todorovski. Lista shumë e gjatë e lojtarëve që kanë shkuar te goli tek skuadra e Vllaznisë, ku Bekim Balej sigurisht ka shënuar më shumë nga të gjithë me 5 gola, 2 gola Tiagos. E më pas kanë shënuar nga një gol Bajrami, Bismar, Gurishta, Hakaj, Kastrati, Mala dhe Murataj. Ka një faull tashmë, përplasje mes dy futbollistëve, kërkohet ndihma e stafeve mjekësore.
më pak probleme duken për Maksutit. Vllaznia momentalisht u veq në kodën e 20 pikëve, 2 më shumë se Ignatja, por sigurisht ka ende shumë ndeshje për të tentuar dhe fitore të ruajtur distancën e sigurisë. Sigurisht në çdo rast një barëzim i skuadrës fundit me skuadrën e parë do të ishte një pikë shumë e vyrë, por ja që tek flamurtari kam përshtypjen që në situatët që ndodhen edhe një pikë nuk i kënaq më. Në betur shumë prapa, tepër dhe pas fitores së Bysit që i largohet edhe ajo, ndërsa Tirana dhe Partizani nuk e kanë luajtur ende sfidën e tyre. Megjithëse kanë 2 duele shumë të forta këtu, ky top në thellësi, dalja e portierit Pols. Trashi. Provon pasimin drejt Bolzan. Kapon Bolzan. Mjaft mirë Krymi që ndoqi nga pas, duke ja marrë topin. Ka një faull dëshmon ndaj Bekim Balajt. Pusi. Luan shkurt me Gjinin. Këto kombinime me Kantakjes që mendon vetëm për ta larguar atë top. I del e top Jagos, edhe pak me fat topin qëndër, bala e lë më pas vjen goditja e Kallakut, çfarë super reagimi nga Aleksovski. Provon krahun tjetër kundër sulmit skuadra e flamurtarit me Maksutin. 1-1 me Gjinin, vjen dhe Gurishta për ta shqetësuar. Bolzan e djatha mbi kuadrat. Çfarë 30 sekondë nga një raport në tjetrën. Nga një shans i hartë për dyja skuadrat, sigurisht elektrizon atmosferën dhe ndez edhe më shumë sfidën. Ajo që duhej. Një pritje shumë e mirë Aleksovsi në fillim dhe kundër sulmin krahun tjetër. Që u finalizua me goditjen jo siç duhet të Bolzan në fund. Andrej Jago. Mbet topin vllaznia. Herald Marko. Trashi. Nuk e kthen siç duhet tek Marku. Kallaku për Kastratin, ka hapësira, provon me një krosim, jo siç duhet, por topi shkon tek Balej, më pas Krymi, zona e goditjes vjen. Nuk ka pasur devijim, vetëm rivënie fundore. Diçka më shumë se 3 minuta nga fundi i kohës rregullt në këtë pjesë të parë. Tu Murata i gjishte në vështirësi, nuk e gjeti siç duhet Maksutin. Dalja e Pols nga porta për të ardhur në ndihmë Gjinit, vepron mjaft mirë portieri i Vllaznisë në këtë episod. Këtu Balej provon gjej Kastratin që është i shpejt, provon futjen e tij për hershme drejt qendrës. Këtë rall nuk e bind për një faull gjyqtarin Lata. Ka një rivënie anësore dhe pak tension në këtë episod.
mes Kallakut dhe Kantakias. Tu janë pretendimet e Kastratit për faull të Trashit. Top që shkon për te vjes fundore tashmë. Trashi me topin duar në këtë rivënjë anësore. Marku. Përvoj ta ulte Maksuti, jo si shduhet, shkakton dhe faullin në sulm ndaj Gurishtës. Andrej Jago. Gurishta. Topi prapa tek Pols. Kemi hyrë tashmë në minutën e fundit kohës rregullt. 0-0 jemi ende topi gabuar këtu me Muratajn që përvon të nis Bolzan përvon ta mbrojë, markohet mirë, përvon ta kthej drejt Ramirezit, këmbgulje gjatë Bolzan mes dy kundërshtarëve, nuk i delej triblime pas pretendimet për penalti, topi nxirret në rivënjë anësore. Ne të shohim nëse do të shikohet apo jo. Nuk duket në fakt diçka limitet e një faulli për penalti në rrëmujësi, për gjithsesi të shohim nga përsëritja. Ishte Gjini që mbylli mirë hapësirat Bolzanit, që megjithatë këmbguli shumë për ta vijuar aksionin. Dhe u ndal nga Pusi, që dukshëm shkon tek topi. 3 minuta shtesë në fundin e kësaj pjese të parë. Top që udhëhiqet përpara nga Ramirez, që është i shpejtë, vjen arkimi drejt shtyllës dytë pak më i fortë se ç'duhet për Maksutin, që gjithsesi vihet në zotrim, provon ta lë me thembër drejt Trashit, kuptohet ideja e tij nga Kastrati. Bekim Bala e mbron mirë topin, por nuk nis siç duhet, e sa të malë nxitohet. Maksutin krahun tjetër, pasimi drejt Bolzan, vjen e djatha, shkon jashtë e Bolzan. Ka vetëm rivënjë fundore. Megjithëse edhe mua më krijua ideja sikur kishte një devijim fillimisht në goditjen e Bolzan, këtu nga fusha, për gjyqtarin nuk ka pasur devijim. Trashi, gabon pasim, Kallaku, Kastrati, prapa tek Gurishta. Këtu ka një faull në sulm të Eslit Sales. Këtu
Topi kthyer prapa në limite e kontrollon Pols. Këmbguli deri në fund Nunez. Ka dhe pak sekonde për një aksion të fundit për secilën nga skuadrat. Ka një faull dëshmë të fituar nga Flamurtari. I fiton të gjithë, shkojnë përpara Murataj. Shojmë dhe njërë Këmbguljen deri në fund. Dhe Nunez. Marko, topi drejt zonës, Gjini me kokë, më pas vjene djatha! Gushton Pols. Kërcënueshën Flamurtari, me gjithse ka pasur edhe një pozicion jashtëlore të shpën ndoshta me gjas Bolzan. Në vijim të aksionit mbyllet këtu kjo pjesë e parë mes Flamurtarit dhe Vllaznis. 0-0, por me disa raste në këto minutat fundit që e kanë ndezur edhe me shumë sfidën me të dyja skuadrat që nuk i kënaq një pikë në këtë duel të sotëm. Ishte gjithçka miq për këtë pjesë të parë, një pushim i shkurtër dhe pas pak sërish bashkë me pamjet nga pjesa e dytë. Sërish bashkë miq të RTS Sport, gati për pjesën e dytë mes Flamurtarit dhe Vllaznis. 0-0 fraksioni i parë i lojës me disa raste shënimi për dyja skuadrat, por sigurisht një barazim që duket i drejtë për atë që ka prodhuan të dyja skuadrat në pjesën e parë. Vllaznia që ishte dominuese me mbajtjen e topit, 60% kundrejt 40% të Flamurtarit. Dhe një dominim fare i lehtë me dy zgjuajtje më shumë drejt portës nga ana e Vllaznis që me stopin e parë në këtë pjesë të dytë. Nunez për Ramirez që nuk e kontrollon siç duhet. Bolzan më pas drejt krahut, rivënia ansore i përket sërish vendasve. Bolzan e kthen shumë prapa deri tek Herald Marku. Diavara edhe njëherë tek Marku. Këtë radhë është shumë i fortë pasimi i Markut për trashin që nuk e mbrin dot. Kem besuar edhe në këtë pjesë të dytë, në këtë start 11 që së njëjtë, të dy tekniket, ndryshe nga që bënte ndaj Tehutës pak ditë më parë, Moriero ku dukshëm aty pati pak kënaqësi sepse nisi me 3 zëvendësime pjesën e dytë. Madje u shpreh më pas në intervistë për Super Eagle që do donte t'i bënte edhe më herët. Bolzan. Këto përpara që është shumë i fortë, vrapon Nunez, nuk ka mundësi ta mbrijë topin më pas edhe pak tension mes të dyve me Krymin që i mbylli mirë hapësirat. Këto përpara sërish tu shumë i fortë
Del Pols që shkelmon në zonën e Bekim Balajt, që vjen për të fituar duelin me kokë, ul mirë për Esat Malën. Malja përvon të futet në qendër, i delej top më pas Kallaku, Balaj e humb shansin e goditjes Kallaku, më pas vjen të këmbgul, por Diavara e mbyll në fund. E top që del për te vje sensore, rivënje i përket Vllaznis. Plan par, Edi Martini i shet në përjetimin e sfidës deri tani. Tu nxitohet Jago në këtë rivënje ansore me skuadronin që tashmë e largon Diavara. Top që shkon në duart e Alex Kovskit. Alex Kovski e shkelmon tu sakt të gjini, por rivënje ansore i përket vëndësve. Vion të ofroj shumë siguri në prapavi Elmando Gjini. Herald Marku. Deri tani prove mirë edhe për Marku në pozicionin e ri. Këtu shtyn vetë edhe me instiktin e një mesfushori, ndoshta shpesher dhe mund të harroj me batut, që sot është i vendosur në mbrojtje. Këtu trashi lëviz mirë, më pas krosimi është tërësisht për të harruar. Preke fundit e Kantakias, rivënje ansore për Vllaznin. Ke nisë me një ritëm tullet kjo pjesë e dytë, ndryshe nga që mbyll e para. Esat Male lë pas kundërshtarin, përvon të futet në zonë, bllokohet në momentin e fundit nga Herald Marku. Do të kemi goditje nga këndi. Mala, Kastrati, vjen arkimi drejt zonës, largohet me kokë nga skuadrone, Nunjes që e ul mirë, edhe një prapa tek skuadrone. Tu Ramirez, pasimi drejt Bolzan, shansi ideal, Bolzan, qendrore, shpërdoron edhe një herë Alessandro Bolzan. Kurishta, tu Balaj, Ulmir ishte shumë prapa Sala. Tu pasimi tashmë është shumë i fortë drejt Maksutit, por vën vështirësi kundërshtarin dhe arrin të fitojë këtë rivënje ansore. Këtu e djathta, tërësisht për të harruar, e bën nga Lidhja Vera. Gjini. Shohim një shansin e Bolzan. Çoditi siç duhet, u shërbye mirë nga Heider Ramirez. Ka një faull të shumë, goditje dënimi
që i përket flamurtarit. Një shans për të rrezikuar në portën e Polc. Vjen nërkimi i Trashit i mirë, qëndër me kokoditja, çfarë pritje, super reagim nga Polc. Diavaraçi i afrohet shumë golit. Minuta e 54, ky është shansi më i artë i sfidës, kam përshtypjen deri tani, megjithëse kanë qenë disa rastet e mira. Edhe ai Bolzan pak minuta më herët ishte tjetër mundësi ideale për flamurtarin, që është dy herë e rrezikshme brenda 8 minutave në këtë pjesë të dytë. Pozicioni është tërësisht i rregullt i Diavaraçi, që vjen nga prapa. Reagimi mirë i Polc. Vjen harkimi tashmë që është i ulët. Legohet nga Balaj. Topi kthyer prapa tek Alekskovski për të nisur edhe nga e para aksionin, cilin e çon dëm Aleksovski me atë top të gabuar. Gjithsesi Maksuti rikuperon. Nunez përvon gjej Bolzan, por është Pusi që qetësisht e kthen drejt portierit Polc, që përvon nxitoi tashmë me topin drejt e Satmalës, Kantakias, që e kthen prapa tek portieri. Edhe një herë qendërbrojtësi grek Dimitris Kantakias. Humbet sërish topin shumë shpejt skuadra e Vllaznisë, ndërsa këtu shohim edhe një herë shansin e Diavaras me ndimin e regjis. Kallaku. Gurishta. Pusi prapa tek Polc. Krymi. Trashi. Gurishta. Pasimit përpara drejt Kastratit, mbyllje sakte e Diavaras. Mala, topin këra dhe një herë. Sërish të Satmala me një prejke, pretendon për top të preku me dorë nga Diavara. Polc që shkelmon Balaj me kokë, fiton pothuajse çdo duel ajror këtë radhë, nuk e ktheu siç duhet për askënd nga shokët e skuadrës. Lëvizje e bukur e Trashit, përvon shërbej tashmë Diavaran, ndoshta dhe vonoi pak pasimin, ndërhyrje e Gurishtës, rivënie njësore për flamurtarin. Maksuti e mbron mirë topin. Këtu më pas nuk e lë siç duhet për Trashin.
Herald Marku e ul qetësisht, më pas ndron krahun e lojës, që Ramirezin që është bosh në krahun e djathtë. Skuadrone. Tu është Pusi që dërzon topin tek Nunez, pasimi mirë drejt Bolzan, që nuk e ul siç duhet, markohet mirë nga Pusi. Jago më pas, i vjen ndim Kallaku, Bekim Bala, i rrotullohet. Mala pristet shërbehej, preferon një pasim drejt krahut djathtë tek Kastrati. Vjen në mbi pozicion dhe Denis Gurishta, që nuk shërbet nga Kastrati, kërësimi i tij drejt shtyllës dytë, për të mos rrezikuar. Këtu Murataj e dërgon në goditje nga këndi, kishte pas shpinë dikë. Hija e Maksutit nga prapa. Duko këtu të shohim tashmë çdo sjell kjo goditje nga këndi, minuta e 59. Vjen Erkimi, nxirret nga zona, më pas Kantakia si largon Krymi. Edhe një Erkimi drejt zonës Ferralli ulet, largohet Djavara, mund nis flamurtarin përpara. Është me forcat pakta në mbrojtje skuadra e Vllaznis. Djavara e vonon shumë pasimin. U mbet dhe befasinë e aksionit. Trashi. Këtu nuk ka faul, ai top që del jashtë vijës sansore. Bolzan. Duket se shkruar gabim, rivenjansore, si pas gjyqtarit. Duhet ndrojtuar. Kallaku. Rikuperon dhe njerë flamurtari, Maksuti, mes dy kundërshtarëve i lë pas të dy, por më pas është Kallaku ai që vjen në ndihmë të mbrojtjes. Provon të shty vetë përpara, tashmë gabon dhe ai Nunez për Ramirez. Ramirez nuk ka faul as këtu. Më pas topi gjatë drejt e Sat Malës, skuadrone jo siç duhet. Mala ka shansin, jo për të goditur. Kthehet tashmë me shpinë nga porta, provon këtu me pasimin e Kastratit. E ndal Alekskovski. Por ai pasim drejt shtyllës dytë ishte perfekt. Të këndi Andre Jago. Vjen reagimi i tij, goditja me kokë, gështimi i Aleksovskit. Do presin derisa të vijë Jago për të kryer këtë rivenjansore tek Vllaznia. Top që largohet është nga Ramirez. Bolzan e mbron mirë. E lë për Herald Markun. Shëm dhe një këtu shansin, goditja me kokë, reagimi i Aleksovskit. Ndeshje e mirë e të dy portierëve sot. Djavara, Maksuti, e lë për Trashin. Vjen nërkimi i Trashit me Bolzani, blokohet goditja që ndërsulmuesit italian.
Ka gati 2 zëvendësime. Skuadra e Vllaznis, Murataj dhe Hakaj do t'jenë pas pak në fush. Bekim Balej i top drejt zonës që largohet. Vion aksioni. Harkimi, Ramirez e nxjerr nga zona. Bekim Balej mban ende Vllaznin aty. Gjini për Gurishtën. Ki top tashmë drejt sulmit që është i gabuar. Ramirez që largon. Ka një faul tashmë të Jagos. Dhe është momenti i zëvendësimeve. Mbyllet këtu sfida për Jagon. Sot jo në ritmin e duhur. Loj Esin Hakaj. Largohet dhe Ardit Krymi për t'i bërë vend Muratajt. Një tjetër lojtar nga ata të Vllaznis që ka shkëlqyer në startin e këtij sezoni. Për shkak dëmtimi nuk ka marrë minuta në 2 ndeshjet e fundit. Sala. I vjen Murataj nga prapa për t'i rrëmbyer topin. Top i humbur me Gurishtën që e kthen tek Pols. Pasimi drejt Kastratit që është më i shpejt se kundërshtari. Kastrati hyn zonë, pasimi jo siç duhet për fare pak për Muratajin. Nuk e mbriti as Balej më pas. Këtu Ramirez në vështirësi me këmbgulje. Është Maksuti që provon të vënë në vështirësi Pusin që e kthen prapa deri tek portieri Pols. Me qetësi Pols drejt Gledian Pusit. Gjini. Gurishta. Pasimi shkurt azi drejt Muratajt, edhe njerë Gurishta. Mala këto kombinimet mira Murataj. Finte e ti nuk i del në fund triplimi. Shkon dhe shkakton fall më pas. Ndaj Trashit. Hakaj. Në zonën e Balejt e ul mirë drejt Muratajt. Lëvizjet e Muratajt mes 2 kundërshtarëve humbet topin. Skuadrone. Nunez pa ide përpara, e lë edhe një herë për skuadronën. Marku. Maksuti. Trashi. 1-1 me Gurishtën. Fintet e Trashit ende nuk ka vendosur të kryesojë, tashmë i mbyllën hapësirat Trashi. Nuk ja ka dalë, fitoi këndoren që dëshironte, vetëm rivënje fundore. Ku po lëm tashmë 67 minuta lojë 0-0 mes Flamurtarit dhe Vllaznis. Kastrati. Top drejt zonës, largohet nga skuadrone. Bolzan. Fiton këtë faul, Alessandro Bolzan.
Kantakjas. Topi përpara është Pusi që lërgon me kokë Skuadrone. Nuk i delej pësim, do duhet mjaftohet me rivënjë nënësore. Maksuti lëviz dhe njëre mirë, por këtu arrin t'ja rëmbeja të tope Satmala. Hakaj kërkoj dhe një triblim të tretë, më pas me këmbgulje, ende nuk e ruan zotërimin Ramirez. Këtu faulli i Hakajt. Dhe kartoni verdh për Hakajn. Ka mbetur i dëmtuar Ramirez. Edhe një faulli i tij. Kartoni pari verdh i kësaj sfide. Minutën e 70 ka shmangur kartonat dhe sidomos edhe shumë faulat e lehtë. Gjyqtari Florian Lata. Gurishta. Gjini për Pusin. Sala. Nuk i delej pasim. Diavara rikuperon. Përvon nisë Ramirezin që ka treguar që shpejtësia nuk i mungon. Këtë rallë është i pashoqëruar në sulm me forcat shumta. Detyrohet ta kthej pasimin prapa. Tu është sakt Pusi që lexon atë vertikalizim. Tu lëvizjet e Kallakut. Pasimi drejt e Sin Hakajt që nuk e mban dot, nuk e mbrin dot topin. Ishte shumë i fortë për të. Murata i topi për para. Tu është Maksuti në duelin me Gurishtën. Ka një faul të Gurishtës dhe kartoni verdh. Kam përshtypjen për dorën e vendosur në fytyrën e kundërshtarit. Kartoni i dytë i verdh në arkun e 3 minutave. Këmbguli Maksuti për ta fituar atë top dhe u shpërblye me këtë faul dhe detyroi kundërshtarin të ndëshkojë me karton të verdh. Kemi lënë pas tashmë pothuajse 72 minuta ende nuk mendon të ndërhyj Francesco Moriero, duke i kënaqur me lojën e skuadrës ose ndoshta sigurisht opsioni tjetër, ndoshta alternativat në stol. Nuk e bindi mjaftueshëm për të ndryshuar diçka. Në stol janë përveç portierit Kalushi, Semi Burar, Telushi, Oshafi, Stivian Janku, Button, Lushaj dhe Wellington. Vjen rikimi Trashit, Kantakjas. Provon të rikthej dhe një qendër me kokë Bolzan me Kashacin. Alessandro Bolzan, por goli nuk vlen, kam përshtypjen gjyqtari ka akorduar 11 metrash. Dora ishte e drejtuar dek vijës së penaltisë. Goli nuk vlen, por ka penalti. Në mos gabojmë, të paktën nga ajo që pash. Gjyqtari thret Trashin për të dhënë shpjegime, me gjas thotë që kam sinjalizuar penaltin përpara. Ta shohim dëshmoj të t'i jap shpjegimet se dy kapitenëve. Trashi dhe Balaj.
Ai moment do të shihet tashmë në sistemin VAR sigurisht, ta shohim edhe një herë gjithë aksionin. Kantakja se hodhi topin drejt zonës, goditja me kokë Bolzan, dora dukshëm ai top ka shkuar në dorën e Gurishtës, por më pas intertimi është diçka tjetër, nëse dora ishte pozicion natyral apo jo, distanca janë sigurisht to shpjegime që merren nga profesionistët e fushës. Për gjyqtarin është penalti për flamurtarin, vështirë se mund të ndryshojë nga vari një vendim i tillë. Për sa kohë duke që ai top shkonte drejt portës dhe ndalej me dorën nga Gurishta. Por më pas sigurisht nëse penaltia shënohet, sigurisht gjithë polemikat sheshohen, por imagjinoni sikur ndodhte e kundërta. Më pas do të kalonim edhe në versionin sepse nuk u la avantazhi për Bolzan që çoi topin në rrjet. Gjithsesi gjyqtari vendosi për këtë penalti që ende nuk është konfirmuar përfundimisht, duket, ndoshta vijon komunikimi me sistemin VAR. Është Trashi që e ka topin duar dhe ka shansin e artë për të kaluar në avantazh flamurtarin. Në minutën e 75 duket se është larguar Trashi, është afruar Herald Marku kanë përshtypjen. Janë të dy pranë topit, nëse ka ndryshuar diçka, po është larguar Trashi, është afruar Herald Marku. Herald Marku që sigurisht deri tani ka bërë një ndeshje shumë të mirë, i improvizuar në mbrojtje, por që ka humbur një penalti në këtë sezon, në ndeshjen ndaj Bylisit. Minuta e 76, Herald Marku përballë Pols, ka shansin ideal. Niset Marku, vjen goditja në rrjet. Herald Marku është një gol me shumë peshë, të cilin nuk e feston për shkak se është një ish i vllaznisë. Minuta e 76, kalon përpara flamurtari. Sa shumë e kanë pritur këtë avantazh dhe sa shumë punë duhet për ta mbrojtur këtë gol avantazhi tek skuadra e Morierës, që diçka komunikon tashmë me stafin, sigurisht edhe mund të ndërhyj për të përforcuar prapavijën. Në fest tifozëria vlonjate. Tashmë janë 14 minuta plus shtesën për të mbrojtur këtë gol, këtë fitore, që sigurisht do të ishte para sezonale edhe shumë e rëndësishme. Tjetër top i humbur, pak kaotike tashmë Znia, shojmë reagimin e saj se cili do të jetë duke të shaluar Bolzan. Ai top del jashtë vije sensore, shtrirë në furë sulmuesi italian. Skuadrone. Topi përpara drejt Bolzan. Núñez i dele top edhe pak me facë. Qojmë tu topi drejt zonës i devijuar, do të kemi goditje nga këndi.
Edhe njërë goli i Herald Markut. Vjen Arkimi, largohet shtyllën e parë nga Bekim Balaj. Tu Trashi, triblimin dhe e kundërshtarit, nuk ka faul. Herald Marku. Loja që ndalet sepse ka mbetur i shtrirë në fush Lorenz Trashi. Ka nevojë për ndihmën e stafit mjekësor. Gati si duket nga ky plan William Button. Vion të marrë ndimin e stafit mjekësor. Trashi, ndërsa regjia risjell edhe një herë në vëmendje golin e avantazhit që vendos deri tani fatet e kësaj sfide. Dhe mënyra e përjetimit në pankinën e flamurtarit sigurisht. Ka një peshë konsiderueshme për më tepër çlirimi i frymarrje. Vjen loja tashmë me Trashin që nuk ka pasur diçka shqetësuese pas atij fallit Gurishës që nuk u konsideruai tillë nga gjyqtari këtu e Satmala. Vjen Arkimi drejt zonës se kontrollon Aleksovski. Ka probleme për Kantakias. Tashmë nuk e di nëse ka probleme seriozisht apo janë manovra tipike për të fituar sa më shumë sekonda. Nëse është kështu, ka nisur shumë herët, jemi ende në minutën e 81. Tashmë e thret stafin mjekësor gjyqtari. Këtu konfirmohet që Kantakias ka qenë në pozicion të rregullt. Kujtojmë ky është momenti i penaltis, ishte Kantakias që u vun zotrim të topit dhe korosoi drejt shtyllës dytë ku Bolzan e dërgoi topin në dorën e Gurishtës, që kujtojmë e kishte një karton verdh dhe ky është një episod për Moviol, nëse edhe mund të jepej një karton i dytë i verdh për Gurishtën, që ishte ndëshkuar vetëm një minutë më herët. Largohet Bolzan për William Button. Largohet edhe Ramirez për Joao Urbaez. Largohet Sala për Tafilin dhe Pusi për Kubazin. Kubazi që po merr minuta rregullisht ka fituar besimin e Martinit në këto 3 ndeshje të fundit. Jo si duhet Hakaj që e dërzon topin tek Button. Topi pari prekur, nuk e dërgon dot si duhet tek Maksuti. Murataj.
Vjen nërkimi drejt zonës i larguar nga Diavera. Tjetër krosim, Mala, blokohet goditja. Gurishta. Murataj. Më pas kjo goditje jo si duhet në rëshkitje e sipër e Kubazit, rivënjënsore në kraun tjetër për Vllaznin. Balaj. Murataj e djatha e tij që shkon jashtë. Shfaq probleme dhe Maksuti tashmë. Murataj. Nuk shkon ai pasim drejt Satmalës. E rikuperon shumë shpejt topin Vllaznia. Gurishta. Gabojnë dhe ata. Prapa tek Herald Marku. Ndeshjes shumë të mirë. Në pozicionin e ri, Herald Marku i bashkëngjit sot edhe një gol që mund tjetë me vlerën e 3 pikë dhe një penalti që mbante brenda shumë tension sigurisht. Gurishta. Kallaku. Mala. Me sti kundërshtarëve e humbet topin Núñez. Button. Provon të dalë tashmë përpara flamurtari. Joao. Murataj. Hakaj me kokë. Këtu prekja e fundit është e Muratajt që provon të karikojë edhe më shumë tifozerin, sigurisht shquhet. Murataj për të tilla gjeste. Hakaj këtu është Núñez që largon në rivënjënsore. Momenti i zëvendësimit tjetër, largohet Herald Maksutin, loj Aldrit Oshafi. Kubazi. Gjini. Esin Hakaj. Vjen në i krosim drejt zonës. Pak i fort që nuk mbrihet nga Kubazi. Do të kemi vetëm rivënje fundore tashmë. Gjishtari këshillon Alejskovskin, por është tjetër futbollist që shtrirë në fushë, kam përshtypjen Núñez. Janë të shumta tashmë këto ndalesat lojës nga lojtarët e flamurtarit. Kishte edhe pak tension mes Malës dhe Kantakjes.
Gurishta me kokë. Drejt Gjinit që edhe ai tashmë ka avancuar, sigurisht për shfrytzuar shtat lartësinë e tij këtu. Ndodhi pak frik, por veprimi ishte i mirë në fund. Esat Mala. Mbyllet nga skuadrone, që shman grivejnë nënsore, por e dorëzon vetë topin të kundërshtarët. E këtu faul i Bekim Balajt. Pikërisht ajo çka i duhej skuadrës flamurtarit. Do të mbyllet sfida këtu për Nunez në lojë Ramani. Hamza Ramani për të mbyllur dhe zëvendësimet e flamurtarit në këtë sfidë. Po shkondrit e zaurimit, është ku e rregullt shohim shtesën edhe nga gjyqtari katërt. Do t'jenë 6 minuta shtesë. Bën dhe një zëvendësim tjetër. Aris Ara në lojë, largohet e Esat Mala. Tu ka probleme për Kantakias, kërkohet Barrela. Dhe sigurisht tu ka dhe pak keq menaxhim, tashmë kam përshtypjen me zëvendësimet, sepse do duhet luajnë me 10 lojtarë tashmë. Me Kantakias që nuk ja del, kur vetëm përpara pak sekonda u shpenzua hapësira e fundit e zëvendësimeve me aktivizimin e Ramanit për Nunez. Edhe Trashi këtë komunikon me pankinën, sigurisht diçka kanë ngatruar, nuk i kanë bërë mirë llogarit. Tashmë do duhet luajnë me 10 futbollistë tek flamurtari. Topi nisur përpara në zonën e Oshafit. Gurishta. Ka nduar Aleksovski. Dhe më pas pretendime për kontakt, faul të Gjinit. Dhe interesantja është që megjithse doli me Barrel, Kantakias i është bërë me dije që nuk kemi më zëvendësime dhe Kantakias tashmë papritur, duket se është në gjendje për të futur sërish në fush për të ndihmuar skuadrën në këto çaste të fundit. Megjithse duket sikur çalon fakt. Shumë interesante. Ka probleme edhe për Aleksovskin. Do të zgjatet sigurisht me sekonda për te shtesës dhënë. Dhe për treti Edi Martini kanë përshtypjen foli vetë për këto ndalesat shumëta për dëmtimet e lojtarëve të flamurtarit. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Kantakias, siç e shihni, është rikthyer në fush, po provon ndoshta. Po shtrëngon dhëmbët. Shumë dhe njerë regjia propozon këtu. Të në fakt shtyrja ka qenë e skuadronës me shumë dinakëri, që na ishte dërguar Gjinin tek portieri i tij. Dhe Aleksovsi që reklamon një problem në shpatullën e djathtë, kanë përshtypjen. Tashmë shkojmë gati në 2 minuta të quara dëm pa u luajtur, ndoshta gjithë shtesa edhe me daljen e Kantakias.
Rinis loja. Me shumë pauzë, me shumë minuta që kanë kaluar pa u luajtur nga kjo shtesë. Kallaku. Tafili. Topi përpara. Gjini provon me spondën drejt qendrës. Joao që largon si të mundet. Hakaj. Tunel ndaj kundërshtarit, ai top drejt Muratajt, mbyll mirë flamërtari në mbrojtje. Largohet tashmë në një zonë ku ndodhet i vetëm Tafili që e kthen prapa tek portieri Pols. Shkelmimi i edhe një herë Bekim Balaj, Shkantakjas që e fiton duelin ajror me të, ka 2 topa në fush, sigurisht janë të tepërta tashmë. Topat e 2 të hedhur në fush, gjyqtari nuk e ndali lojën. Murataj, Esin Hakaj. Vjen topi drejt zonës. Djavar Ramir. Provon të shty përpara. E vënoi shumë pasimin drejt të Joao, gjithsesi ai top shkon edhe pak me fat tek Joao. Kërkon gjej Oshafin, shumë i fort pasimi për të. Që në njerë këtu tunel i Hakajt dhe pretendimi për faul këtu. Vjen tashmë arkimi drejt zonës, tërësisht për t'u harruar. Sfumohet, shkon dëm edhe ky aksion për skuadrën e Vllaznisë. Oshafi është tërësisht i vetëm, nuk ka askënd aty pranë për ta ulur topin. Këtu Gjini provon duelin me skuadronën. Ka rivënjë anësore për Vllaznin. Tafili. Luan horizontal me Erdenis Gurishtën. Vjen topi Gurishtës drejt zonës, devijim me kokë dhe nuk mbrihet në shtytën e dytë në fund. Ka vetëm rivënje fundore tashmë. Shtesa ka përfunduar, por sigurisht do të kemi minimalisht edhe 2 minuta tjera besoj për të luajtur. Devijimi fillimisht me kokë dhe nuk e mbrin dot më Elmando Gjini më pas. Gabojnë sërish tek flamërtari. Erdenis Gurishta. Sërish jetën topa, janë 2 topa që janë hedhur në fush. I largon portieri Vllaznis Pol se vijon aksionin krahun tjetër. Këtu e djatha! Alekskovski! Edhe njerë bën shpëtimtarin. Shansi artë për Vllaznin. Ndalet Murataj. E ka nisur këtë këndore Vllaznia. Vjen arkimi i Gurishtës. Tjetër goditje rrëmuje sipër skuadrone, nuk është larguar ende, më pas goditja. Bllokohet nga Trashi. Më pas është Ramani që largon drejt Oshafit që është i freskët vrapon. Tu ishte ndjes Joao. Tafili. Murataj. Pasimi drejt Krautmajt. E top që largohet në rivënjë anësore. Tek flamurtari janë gjithë pankina dhe lojtarët çmendur, sepse gjyqtari nuk e mbyll sfidën, por kanë përshtypjen që nuk e kanë mbajtur mirë kronometrin, sepse të paktën mbi 3 minuta kohë shtesë nuk u luajtën. Shëv një shansin e uli mirë Balaj, Murata e fluturim të qëndrore goditja. Reagimi i Aleksovskit.
Këtë leo i ende të luet gjishtari. Edhe një aksion të paktën. Vjen topi drejt sulmit. Largohet nga skuadrone. Dhe vjen këtu fërqëllima finale që sa shumë e kishin pritur tek flamurtari. Vjen më në fund. Fitoria e parë, një fitore frymarrje çliruese për të hequr tensionin dhe për të larguar Makfet e këtij fillim sezoni. 3 pikë të harta që vijnë me një gol të Herald Markut në minutën e 76 me 11 metra shkon tashmë në kuotën e 5 pikëve i Busjeshë Moriero. Rikthen Busjeshë në kampin Vlonjac me këtë fitore të parë tashmë me 5 pikë flamurtari me Vllaznin që mbetet në kuotën e 19 pikëve. Ishte gjithçka miqtë të Shesport për këtë sfidë. Vetëm pas pak do të jemi me Super Gol me Gerta Sakun me intervistat e trajnerëve. Bashkë mirë dëgjofshim.